Në hidrovorin e ri të bashkisë së Durrësit, të 2 hidrovoret, edhe i riu edhe i vjetri, janë në gjendje pune, janë funksional për të bërë të gjithë situatën më të lehtë në përballimin dhe në menaxhimin e saj. Sigurisht që rreshjet e dëndura të këtyre 24 orëve të fundit kanë sjellë një situatë shqetësuese në qytetin e Durrësit. Të gjithë institucionet janë në gatishmëri të plot, duhet të kalojmë edhe 12 orët e ardhshme, të cilat gjithashtu janë kritike. Më pas patjetër do të fillojnë sikundër edhe ne pam pak më parë edhe në zonën e Kënetës në Durrës kanë filluar që tani vlerësimet e dëmeve. Patjetër procesi i vlerësimit të dëmeve i gjithçkaje si për banesat, por ashtu edhe për dëmtimet e tjera do të vijojë dhe në ditët në vijim. E rëndësishme është ta apelojmë që dhe këto orë që vinë, qytetarët duhet të bëjnë kujdes, të shmangin lëvizjet e panevojshme, lëvizjet jo të domosdoshme dhe të ndjekin të gjithë këshillat e autoriteteve lokale. Është objekt i ri ndërtuar me fondet e qeverisë shqiptare dhe pikërisht për të ardhur në ndihmë qytetit për arsye të situata emergjente për mbytjeve. Rreshtet e shiut kësaj ere kanë qenë shumë të larta dhe sigurisht nëse ne nuk kishim mundësi të kishim punë këtë objekt, do të ishte e pamundur që të kishim bërë se sa sigurisht. Nga ana tjetër, edhe objekti i vjetër, pra hidrovori i vjetër i qytetit, i cili ndodhet në fillim të Porto Romanos, edhe ai është në punë me 6 pompa. Ne si bashki menaxhojmë këto 2 objekte, por Durrësi ka dhe një hidrovor tjetër i cili është ai i Hamallajt, që menaxhohet nga Ministria e Bujqësisë. Edhe aty kemi pasur kontakt vazhdueshëm me përgjegjësat për të parë mbarvajtjen e procesit, sepse dhe Sukthi ka pasur përmbytje, ka pasur dhe familje të prekura, por mendojmë që situatën e kemi në kontroll në këto objekte dhe do të vazhdojmë monitorimin deri në rikthimin të situatës në një gjendje normale në qytet. Ministre, ne këtu jemi në hidrovorin e ri, ka një kapacitet prej 9 pompash, aktualisht që flasim nxjerr 36 deri në 40 metra kubik në sekond. Është gjendje gatishmërie totale, përveç se edhe hidrovorit vjetër ishte thush që është në gatishmëri të plot. 2 hidrovorit janë në kapacitet të plot për të paraprirë situatën që jemi aktualisht. Masat e mara janë në kohë, duke parashikuar edhe rreshtet siç ata kryetare që kanë qenë me intensitet shumë të lartë.